dhe tetovan. Според аналитичарот Имер Селмани, резултатите од првиот круг на локалните избори во албанскиот политички блок не биле целосно очекувани, бидејќи се предвидувало изброј на општини. Селмани очекува во вториот круг владеачката коалиција да освои околу 85% од општините. Според него, разликата меѓу НАИ и Влен ќе биде помала само во бројот на советници. Dikund mbi 80%, ndoshta 85% të komunave do të jetë fitues koalicioni qeveritar. Domethënë VMRD, po më ne Vleni dhe Znam. Ashtu që ndoshta në kampusin politik shqiptar, fitoria e numrit të komunave, nuk flasim tani për këshilltarët, se për këshilltarët do të jetë më i balansuar rezultati, po fitoret në nivel të komunës, ku edhe me një vot fitohet plus, është në favor të dukshëm për Vlenin dhe ndoshta edhe vetë Vleni nga këto rezultate që do t'i marrë gjerë në fund do t'jetë pozitivisht i surprizuar, jo i befasuar. Говорејќи за можна соработка со други политички партии во вториот круг од изборите, особено во Кичево, и кого би поддржале, Арбен Фетаи од Влен изјави дека нивниот кандидат за таа општина, Фатмир Лимани, веќе си има изјаснето, но конечното решение ќе го донесе раководството на Влен. Për sa i përket Kërçovës, aty ka fol Fatmir Limani. Fatmir Limani është prononcuar, më duket 2 herë, një herë në paraqitje në para mediave, dhe sot në Facebook. Për momentin ky është qëndrimi i vetëm në kuadër të koalicionit Vlen dhe duhet të ulemi në kuadër të shtabit, në kuadër të kryesisë së Vlenit dhe të nxjerrim qëndrim për rrethin e dytë të zgjedhjeve. Во врска со барањето за предвремени избори, аналитичарот Мурат Алиу, врз основа на изборниот резултат, рече дека нема основа опозицијската коалиција да бара предвремени парламентарни избори, бидејќи, како што рече, референдумот што беше побаран не се реализира никаде. Unë mendoj që duhet me krahasu për nga pretendimi i tyre, i cili ishte 2 apo 3 me 1, do ta fitojmë Vlenin. Dhe së dyti, këtu nuk është çështja tani më e numrave, është çështja e frymës dhe inercionit që krijohet. Po për momentin mund që në këto numra, por pasi që Vleni nëse i merr ato 9 komuna apo 10 dhe Aki nga ana tjetër ngelet me 5 apo 6 dhe kryesisht komuna periferike, nuk mendoj që u konvenon atyre tani për momentin politikisht me kërku zgjedhjet e parakohshme, pasi që referendumi siç pretendohej nuk u shpërfaqi askund. Во врска со неисполнувањето на цензусот во Гостивар и Врапчиште, според Фетаи од Влен, тоа е неуспех на двете партии, Алијанса за албанците и ДУИ, бидејќи, како што додаде, не успеале да ги убедат своите гласачи да им дадат доверба за уште еден мандат.